Assalamu alaikum, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Dita e 11 e Ramazanit, takohemi sërish në takimin ton live. Një takim që ne e bëjmë çdo ditë mbas syfyrit. Këtu ku jam unë tani në Mekë, syfyri ka mbaruar me kohë, është duke lindur dielli, ndërkohë që ju tani u bë afërsisht 10 minuta që e keni mbyllur. Lut Zotin më që t'ua pranoj agjërimin e kësaj dite, t'ua lehtësoj agjërimin e kësaj dite dhe Zoti t'ua bëj jetën mbar e mirë. Siç e kemi bërë traditë, rrim pra së bashku në këto kohë që ju prisni namazin e sabahut, ndërsa ne e kemi fal sigurisht, për të parë pyetjet që mund të keni ju rreth fesë edhe besimit. Kështu që nëse ju keni pyetje apo diçka, na thoni, unë jam këtu në një çadër të improvizuar, e bukur e lezetshme, dhe pres me kënaqësi të madhe që ju na sillni pyetjet tuaja. Zoti ju ruajt, e Zoti ju nderoft, e Zoti ju dhënë të mirë si në këtë botë dhe në botën tjetër, derisa të stabilizohemi edhe ne pak. No. This no offend. This only offend no. No. No problem. No problem. This model. No. 5 minutes. Huh? 5 minutes. No 5 minutes. This offend. This on. This offend. This. Do të ndrojmë vendin. Ju rrini këtu? Tamam. Okej. Do të ndrojmë pak vendin, unë jam këtu. Se erdhi antistresi. No. Ta, nuk le. Okej, thank you. No. Të ndrojmë pak vendin, do dal aty për jashtë pak, sepse thot ky çadra thot është e zonë me thot. Allah ju rrit. Bismillah. Okej, kjo ishte çadra. Tho ky shoku, tha, s'bën me në çadër, tha, se shko moderne. Kështu që do dalim këtu. Ambient. Ç'ma prishi gjumi, ishte të mëzon gjumi, po thuajse. Okej. Bismillah. Mirë e boni faktikisht se na doli gjumi, ishte po thuajse duke na zonë gjumi. Atëherë të shohim mesazhet. Allahu ju rrit. Prishtina, fshati Borin. Dortmundi, Allahu ju rrit. Thot nga Italia, thot jemi duke bërë syfyr. Allahu do të bereqet në syfyr. Do të vim inshallah shumë shpejt në Tiranë. Klosi, aleikum selam, rahmetullah. Me shpresë të Allahut shumë shpejt, po në ditësh do të jemi në Tiranë. Kam filluar thot të fal namaz të Ramazan dhe nuk e di mirë surët. A është gjuna nëse mbaj telefonin përpara kur falem? Jo, nuk është gjuna, Allahu të shpërbleft. Do të ndihmojmë ty me një link tani. Ta kesh këtu, ta çopa. Allahu ju rujt e ju nderoft, se i geni Gjermani. Çfarë mendimi keni thot rreth ndodhive të fundit në lindjen e mesme mes Iranit dhe USA? Asnjë lloj mendimi nuk kam. Detyra ime është të jap fen njerëzve, besimin njerëzve. Jam i vogël për dhënë mendime për çështje që s'kam to asnjë lloj kontributi.
Kështu që unë i lutem Zotit Xhelel Xhelalu që çdo gjë që të ndodh të jetë në interes të Islamit dhe të muslimanëve. Më u fut më thellë, nuk futem më thellë. Allahu ju rujt. Selam nga Korça, aleikum selam wa rahmatullah. Okej. Nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Familja Zuzaku, Allah i rujt. Nga Lushnja, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Norvegjia, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Suedia, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Frankfurti, amin dhe juve, Zotë ju dashtë ju ndëroft. E di që e bëri mirë këshë më zorë jashtë nga e qadra mu, sepse ati ishte shumë errësirë dhe ishte gati në mëzon gjumër për Zotin. South Carolina, wa alaikum selam, wa rahmatullah. Shijat a janë për muslimanëve, po s'ka dyshim që janë për muslimanëve. Thot, selam nga Sabiti, wa alaikum selam, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Urime Ramazan, urime dhe juve. Kush është dallimi mes umrës në Ramazan dhe haxhit? Haxhi i fshin gjitha gjunahet mes njeriu dhe Zotit, vogla dhe të mëdha, ndërsa umreja është vetëm për gjunahet e vogla. Selam nga Ktina, aleikum selam. Jemi live. Aleikum selam nga Miniu, aleikum selam. Jam agjërues për herë të parë. Çfarë do të më sugjeroj në këtë muaj të bekuar? Do sugjeroja që të fillosh të falësh edhe ndonjë namaz vlla, ja ku ke linkun këtu po ta çoj. Fillo fal në namaz, Allahu të nderoft vlla, Allahu të shpërblet në xhenet. Hamburgu, aleikum selam, Durrësi, aleikum selam. Na dërgoj linkun dhe neve e ke këtu, merre pak më lart. Një miku im më ka thot sa pare borxh dhe tani nuk ma pas telefonin. Jo, të kërkoj parat në botën tjetër sepse nuk jep edhe pse ka 15 punëtorë që punojnë në firmën e tij. Kësa i thonë me u bo horë për lekun tatë. Dhe më thonë, mo zor i vjen këti që i ka thonë borxhin, hua dhënësit se sa hua marrësit. Subhanallah. Të tova, aleikum selam, rahmatullah. Jam një praktikant të ri dhe doja të dija a ndikon përshtyma e qenëve tek mospranimi i namazit? Ja. Gjykimi i larjes dhëmbë kur i agjërueshëm lejohet. Zuar thot Ramazanin të marrua birë. Allahun të dasht. Ramazanin të shku drejt funit. Zotit të rrit. Si ta kuptojmë që Allahu na i largon disa njerëz nga jetët tona? Ne nuk e dimë na i largon Allahu apo ka arsye tjetër, pra me kuptimin a është një mirësi e Zotit apo mund të jetë dhe faji jon dhe gabimi jon. Largimi i disa njerëzve nga jeta jon jo gjithmonë është se Allahu do më na ruajt për të keqes tyne apo se nuk na meritojnë ata neve. Ndonjëherë mund të jetë largimi i disa njerëzve nga jeta jon për fajin ton. Kështu që gjëja e parë që duhet bërë në të tilla situata është të zbulosë ku është faji. E nëse ne s'kemi faj, atëherë elhamdulillah Zoti na ka tash të mirën. Përshëndetje nga Terpeza, Kumana e Vitis, Allahu ju rujt. Kur nisësh ti bësh hat me Kur'anit, kur është mirë për lutjen, në fillim apo në fund? Në fund. Kur bime flet thot nuk mund të them duat as të lutem, nuk koncentrohem. Mundohu.
nga Kreta, aleikum selam. Selam nga Kumanova, aleikum selam. Selam nga Alaska, aleikum selam, rahmetullah. Çfarë mendon thot për luftën në linjë? E thash pak më lart. Zoti e bof çdo gjë që ndodh në interes të Islamit dhe të muslimanëve. Unë nuk kam asnjë lloj mendimi sepse nuk jam unë adapt për të dhënë mendime. Për këto gjëra, Allah e rrit. Selam nga Norvegjia, nga Hanoveri. Fala namazin nafile 2 net, po e fale 30 minuta para kohës namazit sabahut. Nëse e fal para kohës sabahut jetë në rregull. Jetoj në Austri, në Tyrol, dhe këtu nuk ka xhami afër, po ashtu s'ka musliman që të mbledhemi dhe të falim së bashku për xhumë. A për vakët e tjerë, si duhet të përbëhuni 3 veta dhe filloni merrni një vend me qira dhe ta filloni kështu punën. A bën me lënë se fyrin 10 minuta para ezanit sabahut, nëse s'ka kohë e rregull. Po jo Habib, poshtë sa feto. A nuk e shef që janë poshtë shpirt? Kur jenë namaz farz në rekatën e dytë, thu te jatin dhe harron, thu më shumë se sa te jati, s'ka problem. Selam nga Ferizaj, valim selam. Kur preferohet lutja që bëhet hatë në Kur'an dhe tham. Selam nga Austria e largët, valim selam, rahmetullah. A e keni qelju në Austria, po s'ka ardha la kohë? A është haram me shku me gëzu familjen e vllajt me para që mi ka në falë në Ramazan, sepse vllai po mërzitet shumë fort pas vdekjes nënës, që vdiq para 8 muajsh. Shkoj inshallah, Allahu të shpëlbeft. Luzerni, aleikum selam. Selam nga Mulhouse, aleikum selam. A më është ndalur live-i thot, apo vetëm tek unë është glitch, se di vallaj, s'marr vesh. Amin gjithë. Unë jam e operuar dhe kam 2 herë qel me kulon, ama unë jam të marrit Ramazan, edhe shumë në njërë jam. E rëndësishme, nëse doktori thotë s'ka problem, s'ka problem. Selam nga Tetova, Italia. Pse ka Tetovë dhe në Itali? Shaka. A është vërtet thotë që ka vdek lideri i Iranit sipas televizionit shtetëror iranian? Po. Kur do ta kesh umën e radhës, inshallah do të njoftojmë. Do të ketë njoftim. A prishet abdesi kur ndron njeriu radhën, varet nga medhebi që ndjek. Ka një mendim që thot prishet dhe ka një mendim që thot s'ka gjë. A mund bëhet një umër për të vdekurit? Po. Selam nga çunat e Voskopit, aleikum selam. Kam 6 vite që marr Ramazan. Elhamdulillah.
Selam aleikum nga Kunzelsau. Desha me të pyet për një punë nëse bon që nuk e bon ma dhe apet e bon është gjëna. Jo punë si e për një punë kur bon që nuk e bo përsëri të vjen puna me e bo është gjëna. Ua, çfarë pyetje apo? Për një punë që nëse e bën që nuk e bën, ama dhe apet e bën është gjëna, se punë si e për një punë që e bën, për që nuk e bën, përsëri vjen puna me e bë dhe e bën. Ua, sa herë që ka përsërit fjala e bën, po nuk e bën. E rëndësishme, s'ka në i gjo, po e bone. E rëndësishme mos jetë haram. Nëse shkon ai pik ujë poshtë kur i mbja gjush, ma prish edhe abdesi, jo. Filloj duke marrë dhe mu gjumi. Si është gjendja në Mekë, shumë e qetë, është okej, çdo gjë. A i thonë në islam diçka që quhet kaza namaz, në disa me dhejbe po. Unë baj Ramazan, po s'di të farem, duhet mësoj si t'ja bëj, avash. Inshallah, avash. Allah të një moftë. Nga Bolzano, Itali, alaikum selam. Finlanda, Tirana, në Austri, thot, në Graz 4:55 e kemi mbyll syfyrin. Elhamdulillah. Në Gjermania bon me falë namaz sabat 10 minuta pas e përfundon syfyri, varëse si është kalendari me cilin ecin ata, po pyesni hoxhën e atij veni atje ose xhamin ku faleni. Po këtu veni ku jam unë thotë s'ka musliman tjerë, mundohu të organizohesh dhe se ka dhe musliman tjerë. Selam nga Tursi, alaikum selam. Selam nga Aqen. Alaikum selam. Selam nga Aqeni, alaikum selam. Nga Finlanda, alaikum selam. Unë majmë Ramazan, thot, po s'di të falen. Allahu ta mundësof që dhe të falesh. Ja, po ta qoj linkun. Allahu i rrit. A bon me bodhikër 11 herë, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, po.
E tham, o vlla, e tham. Mundoni të boni 3 veta, inshallah. Interesoni. Unë kam bërë një operacion në shpinë, sepse kam pas tumor, dhe tash po agjëroj, po e falit vetëm namaz sabahut, e tjetër kohë nuk po muj, mu përkull. Falu në karrige, nuk është kusht përkullesh. E rëndësishme është namazë me salesh. Kam bërë umrën me ju si udhëheqës. Çfarë kuptimi ka hadithi që në Ramazan shejtani prangoset. Shejtanët agresor dhe dyert e xhenemit mbyllën, thotë. Pra, është ndaluar në Ramazan për marrëdhënie bashkëshortore, pra marrëdhënie shtrati me bashkëshortën, jo më mbas akshamit deri në sabah, më shoj me bismillah. Kurse nga agimi deri në aksham është haram. Mantova, Itali, nga Vitia e Kosovës. Unë mbaj Ramazan pos ditë falem. Allahu shpëleft, inshallah vash avash. Alhamdulillah, mirë. Selam nga Zvicra, nga Gjermania. Çuni I vogël zgjata han syfyr me ne, a merr sevap, I merrni ju të mëdhej sevapet. Sa rekat taravih falni ju në Mekë? 10. Nga Piacenza, aleikum selam, nga Pogradeci, aleikum selam. Më ka vdek djali 20 vjet, e patlon me gojë që me mu në xhellik. Dhe qëtë më shku na masi u dek, kemi çuni një bedel për ta. Hala, se kam kry këta amanet se burri si vjet, po çon një bedel për nanën e vet. Avash, inshallah, kur të mundni. Pranohet në Ramazan nëse nuk falemi, e kemi thonë 1 milion herë këtë muhabet, që nëse personi nuk e mohon namazin, I pranohet agjërimi. Nëse mohon namazin, si pranohet agjërimi. Nëse nuk I zej kohët e namazit, mundohet I zejsh vëlla. Përshëndetje nga Shkupi, përshëndetje nga USA. Aleikum selam. Unë djeva harova thot më ngrit për syfyr, a pranohet? Inshallah. Një të lëngjimin e se ke bo për në Gjermani, në të ditë fluorator për Kosovë. Je në rregull, je okej. Allahu I rujt.
Aleot mos me falë të avit për arsye se jam muajin e 9. Falu ull. Leximi i Kuranit ta konsiderohet edhe shqip lejohet. Lejohet leximi i Kuranit shqip lejohet. Zilani alayhi salam. Ballshi alayhi salam wa rahmatullah. Xhamati Ballshit. Amin, mirë vëllezër. Allahu i rujt, Allahu i nderoft, Allahu ju dasht fort, Allahu pranon fagjërimin, Allahu ju dhon të mirë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Wallahi s'kemi flet fare, abibo, fare. U bo pothuajse 3 ditë e 3 net pa gjumë, sepse natën zgjuhet tëra vite kështu, pastaj vim në hotel, dje kemi pas program gjithë ditën, pa dhe parti kemi pas program. Mirë vëllezër, pa mjaftohemi me kaq. Allahu marr medikamente për gjumë në kohën sabahut. Namaz jam si trollavit. Hajde inshallah, hajde. Kam fëmijët pak pa qef me grish, çfarë sure mund të këtoj. Çoj herë në spital këtë doktori, pastaj kënoj sure që di nga Kurani. Selam nga Greqia, alayhi salam. Këtu nga Greqia ka kaluar 10 minuta, zoti ju bekoft. Nëse shkojmë thot në xhami prej ditës parë deri në ditë fund Ramazanit, në qoftë se hoxha kryen para në mjet hatme, inshallah po. Atëherë thot, nëse shkojmë xhami thot prej ditës parë deri në fund Ramazanit, nëse hoxha e kryen Kur'anin, a njët hatme edhe për ne? Po inshallah. Kjo quhet hatme e dëgjimit. Kam kaluar 10 minuta nga se pyetja pranon të dëgjimin, se ke po pa dashje s'ka problem. Mirë vëllezër, Allahu ju du fort gjithë. Selam aleikum.